publikisht deklarohen kundër Aleancës për Shqiptarët. Antarët e kryesisë që u përjashtuan janë gjithsej 8 prej numrit 46 antarë të kryesisë qendrore, kështu që vazhdon kryesia me pjesë dërmuese të antarëve, kuvendi me shumicë absolute në kuvendin qendror. Vazhdojmë me aktivitetet tona, për mimoza musën nuk sollëm një vendim sepse ajo nuk ishte bashkë definuar. Mbetet Aleancës për Shqiptarët, mbetet me Vlenin, se kemi porosinë e qartë, unë mendoj se duhet t'i jepet hapësirë edhe një herë bisedohet me deputetën. Mbas asaj nëse vendos ashtu, i urojmë suksese dhe shëndet. Për shkak se nuk i pritët teknikat të bëjmë kohë, fakne na thanë që na themi para kohë, as 5 minuta s'kan pritur, ti përsëriteni juve tash. Po çfarë vendosët dhe çfarë vendimesh konkrete më? Shkurt, domethënë disa vendime. Vendimi i parë që Aleanca për Shqiptarët më nuk është de facto edhe de jure pjesë e Vlenit, vepron si subjekt në vete. E dyta se Aleanca për Shqiptarët kishte vendim të kryesisë, tash edhe në kuvend u votua se nuk është pjesë e qeverisë, edhe de facto, tash edhe me vendim të kuvendit. U përjashtua, u ndryshua antari i kuvendit, kryetari i kuvendit, të partisë, ishte zotri Arben Fetau, prej sot nuk është, dhe zgjodhëm kryetar të ri të kuvendit. Zotri Nazim Taipi është tashmë kryetari i kuvendit të Aleancës për Shqiptarët. Disa antarë të Aleancës për Shqiptarët të cilët tashmë publikisht, disa antarë të kryesisë qendrore të cilët më publikisht theksojnë se punojnë kundër interesave të Aleancës për Shqiptarët. Prej 47 antarëve të kryesisë, 8 antarë të kryesisë qendrore u përjashtun, një prej tyre është edhe Salim Sulejmani, i cili me sa e di edhe nuk është deputet. Apo i ndodh Aleancës për Shqiptarët ajo që tani me Arben Fetai dhe të tjerë, ajo që i ndodhi zgjatim selës për Aleancës? Ja, shumë larg asaj jemi, atëherë kishim mbi gjysmën e kryetarëve të degëve të partisë, atëherë kishim mbi gjysmën e kuvendarëve, mbi gjysmën. Atëherë kishim mbi gjysmën e antarëve të kryesisë. Tash i keni vetëm 8 antarë prej gjithsej 47 antarëve. Në kuvend këtu ishim 104 antarë, mbi 105 antarë të kuvendit qendror sot prezent ishin, kurse kishin nënshkruar mbi 2/3 e kuvendarëve, kështu që shumë larg prej asaj. Po për të bërë zhurmë edhe për të kriju percepcion ja që Aleanca për Shqiptarët përçahet, veç pesha elektorale këtyre që largojnë, kryesisht janë funksionar, 15 deri 20 funksionar, përndryshe nuk kemi lëvizje të strukturave, bastionet i kemi, kryetarët e komunave i kemi, kështu që vazhdojmë që veprojmë edhe nisim teren përgatitemi për zgjedhjet lokale. Zoti Taravari, thirrjet më të mëdha antarët e Aleancës për Shqiptarët i marrin nga Adnan Azizi, Bilal Kasami dhe këto antarë të lëvizjes PES. Si komentoni këto thirrjet e tyre që Hajdi Menesa, Arbeni Zbon, ndërsa deri dje bëshin kampanjë për ju si president? Dëgjoni, ne kemi pas informata, nuk është se prej nëntor dhjetor unë kam pas informata se strukturat e caktuara të Vlenit planifikojnë që të kryejnë një farë përçarje të Aleancës për Shqiptarët. Ma mirë që u kriju tash, se sa të kryesht në shtator. Kështu që një grup funksionarësh të cilët panolit juan të call to COFAC, unë i kuptoj se s'mund të ndahen prej karikes, le të vazhdojnë, por e kanë mandatin edhe 3-4 muaj, jo më shumë se 3-4 muaj. Kështu që kurse këtyre të Besës dhe LD-s u tregojmë se prej javës ardhshme do të nisim të përgjigjemi me antarë prej atyre që do të kalojnë në Aleancë për Shqiptarët. Zotëra, dua zakonisht të dim atë mënyrën se si i perceptojnë gjërat. Dy momente dua t'i komentoj nga fjalimi, nga deklarata e zotit Snopçe që ka në afekt, po edhe nga pjesa jo e fjalimit brenda për mediat. Zoti Snopçe të ish kolegët e partisë tash i quaj, i quajti veturina të pembe, ashtu diçka. Fruta të kalbura. Fruta të kalbura, po. Ndërsa ju thatë nuk do marrim më prej rrugën. A nuk ja këto fyse pak? Ose sa janë deklarata politike? Unë ja e them në qoftë se janë ofenduar, unë s'tash asgjë që nuk i kemi marrë për rrugë. Unë thash se 3 deputetët që kanë qenë strukturat e Aleancës për Shqiptarët janë këtu. Një deputete e morëm që s'ka qenë realisht strukturat e Aleancës për Shqiptarët, po pas në ju bënë normalisht edhe ka qenë deputete dhe kam respekt të jashtëzakonshëm. Edhe deputeti Salim Sulejmani nuk ka qenë strukturat e Aleancës për Shqiptarët, realisht. Atëre kandidu me propozoj Aleanca për Shqiptarët, në qoftë se janë ndjerë të fyer ose të ofenduar, unë kërkoj falje publike, ose kam pas qëllimin, kam thënë se ato të cilët kanë harxuar, domethënë kanë derë djers në Aleancë për Shqiptarët, të cilët janë munduar,
këtu i kemi edhe nuk lëvizin as që debatohet për ato të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë pozicionin e deputetit, tash na bën me dije se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do qoftë që të mbahen, duhet çdo herë të zgjedhim ato të cilat janë mes nesh. Edhe një pyetje për në fund. Tash do të shkoni vetë me lista të përbashkëta e kështu me radhë. Megjithatë dihet se si për shembull koalicioni Kler, parti tjera, ju akuzoni se shkoni me BDI-n dhe keni planuar për takime me Zënakmet e kështu me radhë. A ju premtoni antarëve tuaj se nuk do të jetë asnjëherë BDI-ja partneri i Aleancës për Shqiptarët, sepse për ato edhe dolët nga u përçat me zërin Seri. Domethënë, në parim Aleanca për Shqiptarët do ta bëjë fushatën paralele vetë, do t'i ketë listat e këshilltarëve, për këtë kemi vendim, kurse në bazë të them kështu strukturës demografike në komunat të caktuara mund të bashkëpunen me secilën parti. Që prej tash ju tregoj, në Manastir, në Kërçov, në Bërvenic, në Çashk, në Presp, do të bashkëpunem edhe me BDI-n në Putel, do të bashkëpunem edhe me BDI-n edhe me Vlenin, sepse vetëm kështu mund t'ju ndihmojmë shqiptarëve dhe është interes shqiptar, pa dyshim se do të bashkëpunem. Në komunat tjera e shohim Kostivar, Saraj, Çajir, Tetov. E shohim. Nuk kemi një vendim definitiv, por nuk përjashtojmë bashkëpunim me asnjë parti politike opozitare përveç me Levicën, të jeni të sigurt se nuk bashkëpunojmë. Do ta mbështetim Bilal Kasanin Tetov? Me shumë gjasa do ta kemi kandidatin ton në Tetov, sa do qoftë që të marrim për kraje, me shumë gjasa, nuk e them definitive. Në qoftë se shohim një parti opozitare ka një kandidaturë të mirë, edhe mund ta përkrajim. Por unë jam për kandidatin ton për ta pasur prej rundin e parë. Po e bisedojmë, nuk kemi një vendim definitiv për këtë. Faleminderit shumë gjithë. Për falje për vonesë. Faleminderit.